Dhe në këtë moment ndodhe në oborrin e selisë demokratike, por duke qenë se kuvendi është shumë pranë selisë Partisë Demokratike, gazi lotësjellës ndihet edhe këtu, mund të themi, edhe pse në fakt është hedhur edhe shumë pranë urës së lanës dhe sigurisht që protestuesit janë prefur dhe kjo ka bërë që ata të shpërndahen dhe t'i drejtohen selisës së Partisë Demokratike, edhe pse duhet theksuar se edhe këtu ka prezencë të gazit lotësjellës dhe një pjesë e mirë e protestuesve po themi e ndjejnë gazin lotësjellës. Daniela, të lutem, gazi lotësjellës që shihni në PD është hedhur nga rruga e vogël, nga dera që ka qenë dikur që lidhte kuvendin me Partinë Demokratike, apo thjesht nga ambienti? Se nëse është hedhur brenda Partisë Demokratike, i bie të jetë në pjesën anësore të kuvendit, në atë që ka qenë dikur dera e vogël që dilje direkte. Dhe njëherë Marcela? Po thoja që gazi lotësjellës në Partinë Demokratike është ndjer thjesht nga ambienti nga jashtë, pra nga pjesa e kuvendit në largësi, sepse jemi tek pjesa e traut ku është hedhur gazi lotësjellës, në pjesën afër xhamisë. Por tendenca për të ndjer e gazi lotësjellës brenda selisë Partisë Demokratike është sepse është hedhur gaz me pompë pra brenda oborrit të Partisë Demokratike, nga ajo rrugica e vogël që ka qenë dikur që është mbyllur. Jo, në fakt, jo pranë Partisë Demokratike, por jo brenda oborrit të saj. Për ta saktësuar këtë gjë. Okej, faleminderit. Po themi që ky territor, pra selia e Partisë Demokratike është përdorur si zgjedhja më e shpejtë e protestuesve të cilët e kanë ndjer gazin lotësjellës dhe është hedhur pranë tyre pranë urës së rrugës Elbasanit, nëse mund ta themi kështu. Pra, aty është hedhur gaz lotësjellës dhe godina e Partisë Demokratike është shumë pranë, po themi urës rrugës Elbasanit që lidh këtë godinë me parlamentin. Ndërsa shumë pranë Partisë Demokratike, pra në derën e saj, po themi, po kalon edhe autoboti. Kjo jo për të ardhur tek Partia Demokratike, por për shkak se po përdoret pra rruga përballë Partisë Demokratike për të shpërndar edhe protestuesit. Unë në këtë momente po e sjell edhe me pamje të drejtë për drejta bashkë me operatorin ton, pra unë aktualisht ndodhem, po themi, në selinë e Partisë Demokratike dhe këto janë edhe autobotët e ujit që po kalojnë aty për të shpërndar protestuesit, sepse sikur sa theksova, Partia Demokratike selia e saj ndodhet shumë pranë godinës së parlamentit. Sigurisht që po themi qëllimi është për të shpërndar protestuesit dhe ende nuk e di nëse protestuesit do të rikthehen sërish në godinën përballë parlamentit apo në rast se ky do të jetë mbasa edhe fundi i protestës dhe do të shënoj në një farë forme edhe përfundimin e protestës së dytë brenda vitit kombëtarit Partisë Demokratike dhe të tretën në radhë që pas rikthimit të protestave të kombëtare të demokratëve. Ndërkohë, Daniela, çka mund të shohim nëpërmjet pamjeve dhe fuqarat e policisë, por gjithashtu dhe autobotët po largohen, janë duke shkuar në një drejtim që ka të tjerë protestues apo thjesht janë duke larguar tani më, sepse edhe nëpërmjet pamjeve që ne shohim ka një reagim nga ana e protestuesve të militantë që në fakt ka qelluar në drejtim të fugonave të policisë, nuk e di nëse do ketë një reagim apo një kundërpërgjigje nga ana e tyre në këtë çast, por ndërkohë po, për informacionin po. Ka një reagim pikërisht për arsyeën që unë edhe thash pak më herët që furgonat e policisë dhe autobotët u ka shëlluar që të kalojnë përpara derës së selisë së Partisë Demokratike. Kështu që reagimi në një farë forme mund të jetë edhe i kuptueshëm edhe si revoltë këtyre protestuesve, të cilët në fakt janë rikthyer në selinë e Partisë Demokratike pas hedhjes për herë të dytë të gazit lotësjellës në
godinën e parlamentit aty ku u vendosën protestuesit si pika e dytë e protestës mbrëmjes së Po, sotme. ndërkohë shohim që nëpërmjet pamjeve kemi një autoambulancë që ka mbërritur, nuk e di se kemi të bëjmë jetë të lënduar apo jo, megjithëse është pak metër larg ose në tjetër zonë, po them jo në selinë e Partisë Demokratike, jemi duke ndjekur në këtë çast të gjithë zhvillimin që vjen nga terreni për të kuptuar nëse kemi të bëjmë me ndonjë efektiv të lënduar apo protestues, është pikërisht pranë godinës së parlamentit apo pranë kryqëzimit. Në këtë çast, pamjet janë ndërprerja që po ofrohen, shohim se me çfarë situate kemi të bëjmë, ndërkohë që edhe kolegët ndodhen aktualisht në terren për të përcjellë në korale të gjithë informacionet e nevojshme në kuadër të asaj çka ka mbetur si pasojë edhe e protestës së ditës sotme pas disa tentativave ose përplasjeve të mundshme mes protestuesve dhe policisë. Tek parlamenti situata duket më e qetë, ndërkohë dhe sigurisht se kolegët e raportuan një pjesë e protestuesve për mos thënë gati të gjithë janë zhvendosur drejt selisë së Partisë Demokratike, ndoshta aty do të ketë dhe një fjalë nga zoti Berisha në përmbyllje të kësaj proteste, ndërkohë vijon të jetë ambulanca në gatishmëri për çdo lloj situate të mundshme në raport me shëndetin e efektive apo të protestuesve. Prezenca e tyre është e mbërritur vetëm pak sekonda më parë për të mësuar nëse dikush nga të pranishmit ka marrë dëmtime gjatë konfrontimit